Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasteret qeveritare janë rezultat i analizave tona të brendshme dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekëput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonën Arbria Nagavsi, për zonën Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Beslimin. Ne do të jemi bashkë në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe një herë po i theksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kur farë gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërkaq që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra për kurti 3, unë kam menduar që Dimal Basha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje por kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë Albulena Axhiu. Meqenëse se u bë pamundur të ecim përpara me Albulena Axhiun dhe në ndërkohë na erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndëshkuam, apo dikë e lavdruam.